Pedro kishte kërkuar çdo mënyrë për t'i ndihmuar trinjakët derisa pas se si pastruesja i shëroi. Ai ndaloi duke vëzhguar 3 fëmijët e tij duke qeshur në kopsht. Mariana ishte ulur në karrocën e vjetër prej druri me uniformën blu. Pedro kishte shpenzuar pasuri pa rezultat dhe ajo grua kishte arritur të pamundurën. Ai kryqëzoi krahët ngadalë dhe qëndroi i palvizur në shkallë, duke parë skenën që zhvillohej në lëndinën përpara tij. Ai sapo ishte kthyer nga një takim që kishte zgjatur orë të tëra, duke diskutuar bashkime dhe blerje që do të lëviznin miliona. Gjithçka që dëshironte ishte të hynte në shtëpi, të bënte një dush të nxehtë dhe të përpiqej të harronte shifrat që i rrihnin në mendje që nga mëngjesi. Por kur pa atë skenë, diçka e bëri të ndalonte plotësisht dhe të harronte lodhjen që i rëndonte mbi supe prej ditësh. 3 fëmijët e tij po qeshnin vërtet. Dhe Pedro dinte ta dallonte në mënyrë të përkryer një të qeshur të sinqert nga një e detyruar, sepse në 2 vitet e fundit kishte parë shumë më tepër nga e dyta se sa do të donte të pranonte. Ai tingull nga kopshti ishte ndryshe nga çdo gjë që kishte dëgjuar kohët e fundit dhe kjo i shtrëngoi zemrën në një mënyrë të papritur. Mariana ishte ulur brenda karrocës prej druri me një dosje të bardhë mbi prerë, sikur po shqyrtonte dokumente të rëndësishme të një kompanie. Ajo kishte veshur uniformën blu të thjeshtë të pastrueseve dhe kishte flokët e errëta të lidhura në një topuz të ulët që ja linte fytyrën plotësisht të dukshme. Pedro kur nuk i kishte kushtuar shumë vëmendje asaj më parë, sepse ishte gjithmonë tepër i zënë, por tani, duke e vëzhguar, vuri re se ajo kishte një prani të ndryshme dhe të veçantë nga punonjësit e tjera të vilës. Tani, duhet ta shtyni me shumë kujdes, sepse po transportojmë dokumente shumë të rëndësishme për mbretin që jeton përtej malit, tha Mariana me një buzëqeshje të gjerë, duke e mbajtur dosjen sikur të ishte diçka e çmuar dhe e brishtë. Të 3 trinjakët e shtyn karrocën me duart e tyre të vogla, duke u kapur fort pas drurit të vjetër, dhe fytyrat e tyre ishin të ndriçuara nga një gëzim i pastër që Pedro mendonte se ishte zhdukur përgjithmonë pas gjithçkaje që kishin kaluar vitet e fundit. Ata ishin veshur me këmisha bezh dhe pantallona të shkurtra, gjithmonë të kombinuar, sepse guvernantja këmbëngulte në rregull dhe paraqitje, por për herë të parë pas shumë kohe dukeshin vërtet fëmijë që luanin pa frikë. Pedro u kujtua për herë të parë kur dëgjoi diagnozën e mjekëve. Pas ditëlindjes së tyre, ata i kishin thënë se fëmijët kishin një vonesë të ndjeshme në zhvillimin emocional dhe social që kërkonte trajtim të vazhdueshëm. Ai kishte qëndruar i ngrirë në atë klinikë luksoze, duke dëgjuar terma teknik që tingëllonin të frikshëm. Mjekët shpjeguan se fëmijët nuk reagonin siç pritej ndaj stimujve emocional, kishin vështirësi të krijonin lidhje dhe dukeshin të mbyllur në botën e tyre. Që atëherë, Pedro kishte punësuar specialistët më të mirë, kishte shpenzuar shumë amaramendse në terapi, pajisje, libra dhe konsulta ndërkombëtare, por asgjë nuk dukej se sillte ndryshim të vërtetë. Terapeutët ndiqnin protokolle të rrepta, shënonin çdo reagim në fletë, matnin përparimin me grafika dhe tabela. Fëmijët kryenin ushtrimet mekanikisht, pa gëzim. Tani, para tij, ajo grua e thjeshtë që pastronte 2 shemet kishte arritur në pak minuta atë që asnjë specialist nuk kishte arritur në muaj të tërë. Mariana nuk kishte diploma, por kishte një mënyrë të natyrshme për të qenë pranë fëmijëve. Pedro zbriti edhe disa shkallë, duke u përpjekur të mos bënte zhurmë. Ajo po shpikte histori, po i bënte të qeshnin, po e kthente karrocën në një anije piratësh që kalonte oqeane të rrezikshme. Kishte lehtësi dhe spontanitet në çdo gest të saj. Kur isha e vogël, luaja me një karrocë të tillë në oborin e gjyshes sime, tha ajo. Fëmijët e dëgjonin me sy të shkëlqyer. Njëri prej tyre, më i vogli dhe më i tërhequri, u afrua dhe pyeti me zë të ulët nëse edhe ata mund të çonin gjëra të mira njerëzve. Mariana ia përkëdheli kokën dhe i tha se vetëm prania e tyre ishte një dhuratë. Zemra e Pedros u shtrëngua. Ai kuptoi se kishte kaluar shumë kohë duke u përpjekur t'i rregullonte fëmijët, në vend që thjesht të ishte me ta. Kur ai bëri një hap dhe këpuca e tij bëri zhurmë, fëmijët u kthyen menjëherë dhe buzëqeshjet u shuan. Ata u stepën. Mariana u ngrit me nxitim duke kërkuar falje, duke menduar se kishte bërë diçka gabim. Pedro u përpoq të fliste butë, por zëri i doli i ftohtë dhe formal. Ai pa në sytë e saj një mirëkuptim të thellë. Ai e dinte se duhej të ndryshonte. Duhej të ishte më shumë baba dhe më pak vetëm një biznesmen i suksesshëm. Ti largonte trinjakët edhe më shumë prej tij, deri në një pikë të pakthyeshme ku nuk do të kishte më rrugë kthimi. A mund të ndihmoj edhe unë t'ju shtyj karrocën?
Pyetja doli e ullët dhe e pasigurt, pothuajse e turpshme, sikur Pedro po kërkonte leje me përullësi për të hyrë në një botë magjike që nuk i përkiste më me të drejtë. Të tre trinjakët e pan menjëherë dhe instinktivisht Marianën, sikur ajo të ishte e vetmja e rritur që mund ta lejonte ose ta ndalonte këtë. Dhe ky gjest i vogël e i pavetdijshëm i shpoi thellë gjoksin, duke hapur një plagë që tashmë pulsonte, por që ai përpiqej ta ignoronte. Mariana buzëqeshi me një mënyrë të ngrohtë dhe të sinqertë dhe bëri një gjest të gjerë mikpritës me dorë, duke treguar karrocën e vjetër prej druri që qëndronte në mes të lëndinës, e ndriçuar nga dielli i artë i pasdites së qetë të vjeshtës. Sigurisht që mundeni, zoti Pedro. Sa më shumë njerëz ta shtyjnë me forcë, aq më larg do të arrijmë në udhëtimin ton të rrezikshëm. Pedro u afrua ngadalë, sikur të kishte frikë t'i tremte fëmijët e vet. Vendosi duart e mëdha dhe të ashpra në skajin e drurit të karrocës, pranë duarve të vogla dhe delikate të trinjakëve. Ndjeu gishtat e tyre t'i preknin lehtë dhe zemra i u shtrëngua me dhimbje, sepse kishte harruar krejtësisht se si ishte ndjesia e prekjes së fëmijëve të tij. Gjithmonë kishte pasur dikë tjetër të kualifikuar që kujdesej për ta në vend të tij. Gjithmonë kishte një dado, një terapiste apo guvernante që ndërmjetësonte çdo kontakt. Ai e kishte deleguar atësinë dhe tani po paguante çmimin e lartë të kësaj zgjedhjeje. Ata filluan ta shtynin karrocën së bashku dhe ajo lëvizi but mbi barin e gjelbër. Zhurma e rrotave të vjetra prej druri krijonte një ritëm të qetë. Pedro i shikoi fëmijët me bisht të syrit dhe pa se ende ishin të tensionuar, por në sytë e tyre kishte një kurreshtje të re. Mariana vazhdonte të rinte ulur në karrocë, duke mbajtur dosjen e bardhë, dhe po e tregonte udhëtimin imagjinar me të njëjtën lehtësi, sikur asgjë nuk kishte ndryshuar. Kujdes me kthesën e rrezikshme, sipas hartave të vjetra këtu flej një draguaj i madh i gjelbër. Trinjakët qeshën lehtë dhe e shtyn karrocën duke bërë një kthes të gjerë, duke shmangur me kujdes krijesën imagjinare. Pedro përpiqej të hynte në lojë, por ndihej i huaj dhe i pasigurt. Ai e pa Marianën mbi kokat e fëmijëve dhe vuri re se ajo e vëzhgonte me kujdes, jo me gjykim, por me vëmendje të sinqertë. Kjo e bëri të ndjente turp, por edhe një lloj ngushëllimi, sepse dikush po e shihte vërtet. Ata bën edhe një xhiro tjetër në përkopsh dhe Pedro vuri re se fëmijët po relaksoheshin gradualisht. Kur u ndalën pranë shkallëve, trinjakët më i madh e shikoi drejt në sy dhe pyeti me zë të butë: "A do të luash përsëri me ne nesër, baba?" Pyetja i shtrëngoi zemrën. Ai e dinte se e nesërmja ishte e mbushur me takime dhe udhëtime, por duke parë sytë e tyre plot shpresë, e kuptoi se duhej të ndryshonte. Ai u ul në nivelin e tyre dhe vendosi dorën mbi supin e vogël të djalit. "Do të përpiqem të jem këtu," premtoi se do të përpiqem. Nuk ishte një po i sigurt, por ishte e vërteta më e sinqertë që mund të jepte. Ai pa zhgënjimin e shpejt në fytyrat e tyre para se të fshinin emocionet. Mariana zbriti nga karroca dhe rregulloi dosjen nën krah. Ajo e pa Pedron me një shprehje që përziente mirëkuptim dhe një hije zhgënjimi të heshtur. "Duhet të kthehem në punë tani. Kam ende për të pastruar katin e dytë. Faleminderit që më lejuat të luaj pak me ta." Pedro e pa teksa largohej dhe ndjeu një peshë të rënd në gjoks. Trinjakët gjithashtu e pan me trishtim. Kur ajo u zhduk pas derës anësore, ata u kthyen nga jati duke pritur udhëzime. Pedro e kuptoi se ata nuk dinin më si të silleshin natyrshëm pranë tij. "Doni të vazhdojmë të luajmë këtu?" Ata shkëmbyen vështrime dhe më në fund njëri prej tyre tha se ishin të lodhur dhe donin të pushonin. Pedro e dinte se nuk ishte lodhje fizike, por një mënyrë e sjellshme për t'u larguar. Ai i pa teksa ngjiteshin shkallëve dhe u larguan shpejt. Ai mbeti vetëm pranë karrocës së vjetër, që tani dukej e pajetë. Pedro hyri në shtëpinë e madhe, kaloi korridoret dhe u mbyll në zyrën e tij. Për herë të parë nuk hapi kompjuterin, por qëndroi duke parë nga dritarja kopshtin, ku karroca qëndronte ende në bar, e ndriçuar nga drita e perëndimit. Ai mendoi për Marianën dhe për mënyrën e saj të thjeshtë dhe të natyrshme. Mendoi për buzëqeshjet e fëmijëve që u shuan kur ai u afrua. U ul në karrigen e tij të shtrenjtë dhe mbuloi fytyrën me duar, duke ndier një lodhje të thellë që shkonte përtej trupit. Ai kishte ndërtuar një perandori biznesi, por kishte dështuar si baba. Qëndroi aty derisa dielli u zhduk pas horizontit dhe qielli u mbush me ngjyra të ngrohta. Ai e dinte se duhej të bënte diçka ndryshe, por nuk dinte nga t'ia fillonte. Më vonë u ngjit në katin e dytë dhe qëndroi para derës së dhomës së fëmijëve. Ngriti dorën për të trokitur, por hezitoi, pa ditur çfarë të thoshte. Mori frymë thellë dhe trokiti.
Dëgjoj hapa të vegjël dhe dera u hap ngadalë, duke zbuluar trinjakun më të vogël. Përshëndetje, baba. Ka ndodhur diçka e keqe? Zëri I tij tingëllonte më shumë I shqetësuar se sa I përkëdhelur, dhe kjo e goditi fort Pedron, duke I kujtuar sa larg ishte ende nga zemrat e fëmijëve të tij. Një goditje e drejt për drejt dhe e dhunshme në gjoksin e hapur. Ai u detyrua të buzëqeshte, edhe pse e dinte qartë se buzëqeshja e dobët nuk u arrinte syve të lodhur, dhe u ul ngadalë në gjuni për të qenë në të njëjtin nivel me djalin e vogël. Nuk ka ndodhur asgjë e keqe, apo jo? Thjesht doja të dija nëse mund të hyj dhe të flas pak me ju të tre. Trinjakët më I vogël hodhi një vështrim pas shpatullës së tij të vogël, sikur të po këshilloi në heshtje me vëllezërit, përpara se të jepte një përgjigje përfundimtare. Pas disa çastesh të gjata dhe të rënda heshtjeje, ai tundi kokën dhe hapi derën më shumë për ta lejuar Pedron të hynte. Dhoma ishte e madhe dhe tepër e rregulluar, me 3/4 një personësh të vendosur në rresh dhe të shtruar në mënyrë perfekte, dhe me lodra të shtrenjta të importuara të renditura simetrikisht në rafte të bardha, pa asnjë shenjë se përdoroheshin shpesh. Pedro e kuptoi me trishtim se ajo hapësirë dukej më shumë si një ekspozitë e një dyqani luksos mobiljesh sesa si një dhomë e vërtet fëmijësh që jetonin dhe luanin aty çdo ditë. 2 trinjakët e tjerë ishin ulur së bashku në njërin shtrat, duke e parë me të njëjtën shprehje neutrale dhe të edukuar që kishin mësuar herët ta përdornin si mburoj. Pedro u ul me kujdes në buzë të shtratit dhe u përpoq të gjente fjalët e duhura. E di që nuk kam qenë shumë I pranishëm në jetën tuaj kohët e fundit dhe e di që kjo nuk është as pak e drejtë. Djemtë qëndruan në heshtje, duke e parë me sytë e tyre identik, pa thënë asgjë, pa bërë pyetje. Ai vazhdoi, edhe pse nuk ishte I sigurt nëse po e përmirësonte apo po e përkeqësonte situatën. Por dua të përpiqem ta ndryshoj këtë. Dua të jem më shumë me ju, jo vetëm fizikisht, por me të vërtetë. Trinjakët më I madh, gjithmonë më analitiku, e anoi kokën dhe pyeti me një zë të ftohtë, pa emocion të dukshëm, për sa kohë këtë herë, baba? Pyetja mbante brenda vitesh gënjimi. Pedro heshti për një çast, sepse nuk kishte një përgjigje të gatshme. Çdo premtim I radhës do të tingëllonte bosh. Mori frym thellë dhe vendosi të ishte I sinqertë. Nuk e di për sa kohë, bir, por dua që këtë herë të jetë ndryshe. Ata vazhduan ta vëzhgonin me kujdes, sikur po peshonin çdo fjalë. Pedro e ndjeu se kishte humbur besimin e tyre dhe se ta fitonte sërish do të kërkonte kohë. Qëndroi edhe pak në heshtje, pastaj u ngrit dhe u drejtua nga dera. Para se të dilte, pas se ata tashmë ishin kthyer në heshtjen e tyre, sikur biseda të mos kishte ndodhur fare. Ai zbriti shkallët dhe shkoi drejt kuzhinës, ku e dinte se Mariana ende po punonte. E gjeti duke rregulluar me kujdes leckat e pastrimit në rafte. Ai u kollit lehtë për të treguar praninë e tij. Mariana u kthye e trembur dhe pothuajse I rrëzoi rrobat nga rafti. Ajo rregulloi uniformën dhe qëndroi në pozicion të ngurtë. Pedro e urrente atë reagim, sepse tregonte se kishte krijuar një mjedis ku njerëzit kishin frikë. Më fal që të tremba. Doja vetëm të flisja pak për fëmijët nëse ke kohë. Ajo tundi kokën dhe priti. Ai I tha se kishte parë sa të lumtur ishin me të në kopsht dhe se nuk I kishte parë kur ashtu më parë. Mariana uli syt, sikur kishte bërë diçka gabim. Pedro e ndërpreu menjëherë. Nuk po ankohem. Dua të kuptoj si e bën këtë kaq lehtë. Ajo u mendua dhe më në fund tha, unë thjesht luaj me ta, zoti Pedro. Nuk bëj asgjë të veçantë. Ai e dinte se kishte më shumë se kaq. Ai e pa dallimin mes saj dhe terapistëve. Edhe ato luajnë, por nuk funksionon njësoj. Mariana kafshoi buzën dhe u afrua pak. Me gjithë respektin, ato bëjnë aktivitete me qëllime, jo lojë të vërtetë. Fëmijët e ndjejnë këtë. Fjalët e saj e goditën fort. Ai e pyeti nëse edhe ai po I trajtonte fëmijët si projekte dhe jo si fëmijë që kanë nevojë për dashuri. Ajo e pa drejt e në sy dhe tundi kokën. Ju shqetësoheni aq shumë t'i rregulloni, sa harroni t'i doni ashtu siç janë. Pedro ndjeu se kjo e vërtet e thjesht I rrëzoi të gjitha mbrojtjet. Ai e pyeti nëse kishte fëmijë. Ajo tundi kokën, por tregoi se kishte rritur vëllezërit e saj të vegjël kur nëna u sëmur. Ai e kuptoi pse ajo kishte atë maturi dhe natyrshmëri me fëmijët. Mariana, a mund të kërkoj një nder? Ajo u kthye me kujdes. A mund të më mësosh si të bëj atë që bën ti me ta? Ajo u habi.
Dëshironi vërtet që unë t'ju mësoj si të luani me fëmijët tuaj? Ai tundi kokën. E di që duket e çuditshme, por nuk di më si t'u afrohem. Sa herë përpiqem, ata largohen. Mariana mori frym thellë, duke menduar nëse duhej të përfshihej në këtë gjë kaq delikate. Emocionalisht në atë situatë të ndërlikuar, më në fund, pas disa çastesh të tensionuara, ajo tundi kokën duke pranuar të ndihmonte. Të nesërmen herët, kur të arri, mund të kaloj një kohë të mirë me ju dhe djemt në kopsht, por duhet të jetë në mënyrën e tyre natyrale, jo në mënyrën tuaj të kontrolluar. Pedro pranoi menjëherë, pa bërë asnjë pyetje. U morën vesh që ajo të vinte shumë më herët se zakonisht dhe, nëse do të ishte e nevojshme, ta kalonin gjithë mëngjesin bashkë. Po atë natë, ai anuloi me kujdes të gjitha takimet e rëndësishme të ditës tjetër, duke dërguar emaile të shkurtër e të drejtpërdrejt, pa dhënë shpjegime. Disa kolegë u përgjigjen të habitur, sepse ishte jashtëzakonisht e rrallë që ai të anulonte diçka pune, por ai injoroi dhe mbylli laptopin me vendosmëri. U zgjua shumë më herët se zakonisht, me një ankth të çuditshëm në stomak. Pi kafen vetëm në kuzhinën e madhe e të heshtur, duke pritur me padurim ardhjen e Marianës dhe duke u shqetësuar sa herë dëgjonte një zhurmë. Kur ajo më në fund hyri nga dera anësore herët në mëngjes, ai tashmë po ecte nervoz nga njëra anë në tjetrën. Ajo e përshëndeti dhe u habit që e gjeti zgjuar duke pritur. Përgatiti kafe të freskët dhe bukë të thekur, duke i shpjeguar me durim se rregulli i parë për të luajtur me fëmijët ishte të mos kishe asnjë agjend të ngurë. Fëmijët e ndjejnë menjëherë kur je me mendje diku tjetër. U dëgjuan hapa të vegjël nga lart dhe pas pak zbritën të 3 djemt me pijame. Ata u ndalën të habitur kur pan të atin në kuzhinë në atë orë të pazakontë. Ai i përshëndeti dhe ata ju përgjigjen butë, duke e kthyer menjëherë shikimin nga Mariana, sikur kërkonin shpjegim. Ajo buzëqeshi qetësuese dhe u tha se do të kalonin ditën në kopsht, se babai do të luante me ta. Skepticizmi ishte i dukshëm në fytyrat e tyre, por pas një shikimi mes tyre, e pranuan. Pas mëngjesit dolën të gjithë në kopsht. Mariana mori karrocën e vjetër prej druri, u ul brenda dhe i bëri shenjë Pedros të ndihmonte djemt ta shtynin. Ajo filloi historinë e udhëtimit drejt një kështjelle përtej pyllit. Trinjakët u përfshin menjëherë në lojë dhe nisën ta shtynin me entuziazëm. Pedro u bashkua, ende pak i ngurtë, por Mariana e tërhoqi me pyetje që e detyronin të hynte në botën imagjinare. Ai u përgjigj dhe djemt ndryshuan drejtim, të gëzuar. Ishte diçka e thjeshtë, por ai ndjeu se për herë të parë po bënte diçka siç duhet. Luajtën për më shumë se një orë. Gradualisht, Pedro u çlodh dhe ndaloi së menduari se si po dukej. Kur një nga djemt shpiku një lum të madh që bllokonte rrugën, ai sugjeroi të ndërtonin një urë magjike. Djemt qeshen me gjestet e tij teatrale. Ishte qesharake, por ai nuk u shqetësua as pak të dukej ashtu. Kur dielli u bë më i fortë, Mariana sugjeroi një piknik të improvizuar. Ajo solli fruta dhe lëng, shtruan një batanie dhe u ulën në rreth. Fëmijët bisedonin të lirë dhe të qeshur. Njëri prej tyre e pyeti nëse do të luante edhe nesër. Pedro mori frym thellë dhe u përgjigj me ndershmëri se nuk mund të ishte gjithë mëngjesin, por do të përpiqej të mos zhdukej më. Djali e pranoi qetë dhe vazhdoi të hante. Pedro e kuptoi se fëmijët e përballonin më mirë të vërtetën se sa premtimet boshe. Ditët në vazhdim, ata e përsëritën atë rutinë. Pedro riorganizoi agjendën për të pasur çdo mëngjes disa orë të lira. Anuloi udhëtime dhe takime. Disa ortak u ankuan, por ai qëndroi i vendosur. Gradualisht, djemt u afruan më shumë me të. Filluan ta kërkonin për t'i treguar gjëra, për të ndarë histori. Ai mësoi të dëgjonte me të vërtetë. Mariana vazhdoi të ishte pranë, me durimin dhe gëzimin e saj të natyrshëm. Pas disa javësh, Pedro e gjeti Marianën në kopsht duke ndihmuar fëmijët të ndërtonin një fortesë me kuti. Ai u bashkua dhe punoi pranë saj. Në një çast, duart e tyre u prekën dhe ajo i tërhoqi shpejt. Kur fortesa u përfundua, fëmijët hyn me vrap dhe të dy mbetën jashtë duke i vëzhguar në heshtje. Ai i tha se ajo kishte një talent të veçantë. Ajo u përgjigj thjesht se ishte e lehtë kur kujdesesh vërtet. Fjalët e saj e prekën thellë. Ai i tha se gjithmonë ishte kujdesur për fëmijët, por ajo i shpjegoi se frika dhe dëshira për t'i rregulluar kishte krijuar distancë. Ai e kuptoi se kishte vepruar si me pacient, jo si me fëmijë. Ajo e siguroi se nuk ishte vonë për të filluar sërish. Me kalimin e kohës, terapitë u paksuan dhe më pas u anuluan.
Mjekët pranuan se mjedisi familjar kishte pasur ndikim të madh. Pedro u ndjej i lehtësuar dhe njëkohësisht fajtor. Ai vazhdoi të kalonte më shumë kohë me djemtë dhe më pak me punën. Zbuloi se bota nuk shembej kur delegonte. Mariana gradualisht u tërhoq pak, duke i lënë atij hapësirë të merrte rolin e plotë të babait. Një mëngjes, ai i pa djemtë duke luajtur vetëm në kopsht me karrocën. U bashkua me ta dhe luajtën për orë të tëra. Kur u ulën për të pushuar, djali më i madh i tha se ai kishte ndryshuar për mirë. Pedro u përpoq të ishte i sinqert dhe djali i mbështeti kokën në shpatullën e tij. Ishte një moment i thjeshtë, por plot kuptim. Më vonë, ai shkoi në kuzhinë dhe falenderoi Marianën për gjithçka që kishte bërë. Ajo buzëqeshi me thjeshtësi. Në muajt që pasuan, jeta e familjes ndryshoi. Fëmijët u bën më të lumtur dhe më të lirë. Pedro e vendosi familjen në qendër të jetës. Mariana u bë një mike e respektuar. Ai mësoi historinë e saj dhe e vlerësoi forcën e saj. Një ditë, fëmijët e përqafuan fort para se ajo të kthehej në punë. Pedro e kuptoi se ajo kishte qenë pjesë thelbësore e shërimit të tyre. Ajo kishte mësuar me shembull se dashuria dhe prania janë më të fuqishme se çdo metodë. Ai i pa djemt duke luajtur në dritën e artë të pasdites dhe e dinte se kishte rifituar diçka që asnjë pasuri nuk mund ta blinte, lidhjen e vërtet me fëmijët e tij.